Lideri në shtëpinë e Big Brotherit është një rol interesant, patjetër, por shikojeni pak se cili është raporti i Kristit me rolin e liderit. Si e kërkon ai këtë rol? Si? A ki marak shumë rolin e liderit asja? Jo, kushdo që t'jetë dhe më përcakton mua që 3 herë në ditë këtë do lajë tualetin, unë do t'a lajë 3 herë në ditë tualetin se ma përcaktoj lideri. Në momentin që nuk ka një lider, unë jam lider bashkë me të gjithë. Okej, do mos po të më ngu kërkon. Pra në këtë moment ai bën sikur se do rolin e liderit dhe Mali e ka kuptuar shumë mirë që ai po e kërkon me ngulm, sepse në një moment tjetër është po Kristi që thot këtë. Mendon që unë do të zgjidhem ndonjëherë lider? Mendoj se po. Mendoj se po thotë. Mendoj se shumë shpejt do. Mendoj që mund të më zgjedh, mbet banorët apo në një televotim publik? Edhe televotim, po edhe ndonjë lloj. Me pak fjalë Mali i ka rënë kokës sepse Kristi jo vetëm që e don, e dëshiron rolin e liderit, pavarësisht se bën sikur se don, dhe në këtë kushte duhet të jesh i sinqert Krist. Megjithatë, lider nuk bësh, lider lind dhe nuk mund t'ia kërkosh tjerëve me ngulm të jesh lider. Duhet ta fitosh pozicionin e liderit, sepse leadershipi nuk është diçka që mund ta blesh. Është diçka që duhet ta kesh. Dakor?